U mbajt në sheshin Italia në Tiranë eventi për Ditën e Europës. Artisti italian Andrea Morricone, i biri i kompozitorit të njohur të ndjer Ennio Morricone, drejtoi performancën që bashkon muzikën dhe që sjell emocionin dhe trashëgiminë artistike të një prej kompozitorëve më të mëdhenj të kinemas botërore. Prezent në këtë event ishte edhe kryeministri Edi Rama, ku në një reagim në rrjetet sociale e ka cilësuar eventin si diçka të jashtëzakonshme dhe që ka dhe një veçanti për Ditën e Europës, bashkëpunimin. Andrea me Marko janë shumë të lumtur të vinë në Shqipëri. Jemi shumë mirë, organizimi është super. Na mungojnë akoma ca lek. Nuk mjafton. Të bëhet një super skenë. Është skena më e madhe që është bërë ndonjëherë në Shqipëri. Ha detto che abbiamo un problema di fondi. Abbiamo un problema di fondi, sì. Adesso capisco perché lei ha voluto che venissimo tutti e due. Sì, ci stiamo. Ci stiamo perché Morricone è un talento italiano donato al mondo e perché la cultura è una delle strade più importanti per giungere all'unità nella diversità. Vabbè, abbiamo, ma in altri tempi la grandezza di Morricone sarebbe stata sponsorizzata al 100% dal PEC. Ma questi sono i tempi cambiati. I tempi sono evoluti. Po, korat kanë ndryshuar, tani jemi gati për të shijuar diçka të jashtëzakonshme që është sjell në Tiranë nga qendra prave dhe dialoge e kryeministrisë dhe që ka edhe një veçanti për Ditën e Europës, është bashkëpunim i yni me qeverinë italiane përmes ambasadës, por është bashkëpunimi i parë në histori ku financat e vëllezërve tanë dhe të motrës time në Rom janë pakic, pra aksioner minorance në rrugën tonë drejt Europës. Gëzuar Ditën e Europës. Viva l'Europa Unita!